Pa dyshim se janë një kategori e besimtarëve musliman që Allahu Teala i përgëzon duke qenë gjallë në jetën e kësaj bote, se ata janë njerëz të zgjedhur. Janë njerëz të zgjedhur, janë njerëz të dashur të Allahut. Dhe i kalon disa shenja Allahu i madhruar, që nëse gjenden tek besimtari ato shenja, atëherë do të me ditë besimtari se është i përgëzuar prej Zotit, se është i përzgjedhur i Zotit dhe është paksa më i dalluar apo paksa më i veçantë. E para prej shenjave se Allahu po të përgëzon duke qenë gjallë në jetën e kësaj bote, se je i përzgjedhur i Zotit. Edhe po të përgëzon Allahu me lajme të mira është nëse Allahu në jetën e kësaj bote ta mundson me bë punë të mira edhe s'ki vështirësi hiç me i bë ato. Pra nëse ti bën punë të mira edhe nuk ki vështirësi, nuk ki mundime, nuk ki lodhje me i bë punë të mira, punë me të cilat e arrin kënaqësinë e Allahut, dije se Allahu të ka përgëzuar. Do me thonë me pak punë ti po fiton shumë. Sepse Allahu Teala thot fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ai i cili ja ka frikën Allahut. Edhe jep aty ku Allah është i kënaqur. Edhe e vërteton ato që Allahu te bareke ve teala ka thonë, e vërteton ato që Allah e ka paralajmëruar, Allahu po thot fasanuyassiruhu lil yusra. Na atina kena me lehtësue çka me bë punë të mira, edhe pse në sytë e popullit ato punë janë të mëdhaja edhe të rënda, dikujt na i vjen lehtë me i kry ato punë. Edhe secili prej nesh e shohin veten tonë ka një herë e ke pa ty të vjen shtirë me i fal 2 rekate namaz nate, e ati tjetrit i ajen kamët edhe i fal 10 rekate dal nga dal edhe thot jam kënaqur se tu fal sikur me kon ulën të nejt. Dikush 2 ka problem, e dikush pa i fal 10 për shembull. Dikush e diskuton sa më shumë, sa ka hapësi, komoditet me zgjat vitrin. Dikush e ka çash ambicien e vogël, çash i vështirësohen punë të mira, hoxhi nderua thot, a bën me fal 1 rekat namaz të vitrit. Kështu vetë pyetja të kallzon që ky nuk është domethënë çka i përgëzuam se ky vështirë pe ka me 1 rekat me fal. Edhe disa, më i me përmend që ka, edhe kjo është shqetësuese, thonë, a bën me lën vitin hiç mos me fal. Edhe kanë qef me i thonë, po mërë bën se farz nuk është edhe kryet muhabeti. Njani e ka për shembull normal, 1 herë në javë me bëni hatme, e njani 1 herë në vjet e ka shumë problem, ja nis prej mas Ramazanit e thot, a bën me i lidh ato faqet para Ramazanit që kum lexuar që 19 muaj, edhe që to në Ramazan e në musha me bëni hatme se ku me ditë çka është të bë. A ky tjetër normal e ka 1 herë në javë një hatme sikur na me pini kafe ose me pini çaj. Me një fjalë, nëse Allah ta lehtëson me bu punë të mira, edhe nuk ki vështirësinë krymjen e punëve të mira, Allah po të përgëzon se je i përzgjedhur i Zotit. Kjo është e para. E dyta, nëse njerëzit e mirë dëshmojnë për ty, bacamalet që je njeri i mirë, dije se Allah po të përgëzon duke qenë gjallë se ti je njeri i mirë. Se Allahu Teala thot, wa ja'alnakum ummatan wasata. Ju kemi bërë një umet mesatar. Li takunu shuhada 'ala an-nas, që t'jeni dëshmitar për njerëzit. Pra jeni ju dëshmitar. Për ata edhe kur po vdesin njerëzit, dikush thot ku pe dini që ka qenë njeri i mirë, ose ku pe dini që ka qenë njeri i keq. Shumë lehtë është. Nëse vdes njeriu, edhe vinë njerëzit e mirë në varrim, ja falin namazin e xhenazës, kjo është shenja e parë se kjo është i përgëzuar i Zotit. E dyta, nëse njerëzit e mirë flasin mirë për të vdekurin, dijeni që ky i vdekuri është prej njerëzve të dashur të Zotit. E valla tash po vinë edhe të këqit po vinë në varrim me s'pe falin namazin, e po vinë të pa me po flasin mirë. Kur farë përshtypje e s'ka të Zotit? Njerëz të këqit, me dëshmue për dikën, se s'pranohet dëshmia e tyre. Për ata pejgamberi alayhi salatu wasalam, duke qenë me shokët e vet,
ndaj aty në periferit rrugës, se ata nuk i kanë pas lokalet e restorantet e kushtet që kemi nasët. Kështu, e kanë ejtë shpeshere dhe buzë rrugës, janë ullë, për ata dhe pejgamberi s.a.s. që ka thonë, iyyakum wal julusu ala turuqat, keni kujdes, mos ulni në rrugë aty. Po ty praneshmit i thanë, oj dërgumi Allahut, po nas po kemi çare pa ne dikun. Atër ka onë, se keni pa tjetër me ndet, ep një hakun kujna rrugës. Dhe duke qenë aty, pran rrugës, pejgamberi a.s. me shokët e tij ka lënë një xhenaze. Edhe në shej respekti për të vdekurin, ngrihet në kam pejgamberi s.a.s. me shokët e tij. Edhe shkojaj, edhe i pyeti shokët kush është filani, që ky i vdekuri, edhe ata po folin fjalë të mira, mashallah, sahabët pe livdojnë. Pejgamberi s.a.s. tha, wajabat, ju ka bo obligim, ju ka bo wajib, edhe që kaq. Mas një kohë prap, po kalën ku foma gjenazja e dytë, po ngrihen për respektojnë, po shkanaj i vdekuri, pejgamberi a.s. po i pyet shokët, kush ish kë? Ata po të regojnë, ka bo këtë, ka bo ato pun të këshia krejt. Pejgamberi a.s. tha, wajabat, ju ka bo, tha, obligim, ju ka bo wajib. E i thanoj dërguri Allahot, a i miri kaloj, unë ngretum ka me respektuum, të regum që ka bo mirë të tha, wajabat. Kaloj këj dyti që ka bo pun të këshia, edhe jem dëshmitar për pun të ti të këshia, prap e thet njëjtën fjalë. A s'ka dallim mes tyne, tha po, ati të parit, që ju si besimtar dëshmuat se është i mirë, ju bo obligim, wajib, ju bo obligim kush, xheneti. Këti të dytit, që ka bo punë të këshia dhe ju si besimtar të mirë për dëshmëni për punë të ti të këshia, këtina ju ka bo obligim kush, xhenemi. Edhe ja u lexoj ajetin e Kuranit, që ju jeni dëshmitar për njerëzit. Kështu që, nëse ty të respektojnë, të nderojnë, të falenderojnë, të lavdojnë njerëzit e mirë, dije që i kje punë të mirë me Zotin. Nëse njerëzit e mirë nuk flasin mirë për ty, të tërhiqin vërejtjen, të shërtojnë, edhe të kritikojnë, dije se nuk i kje punë të mirë me Zotin.